ende po punojmë për qeverinë e opozitës. Të gjitha subjekte politike, pjesëmarrëse, do ta kenë hapësirën e vet, në këtë rast edhe Limaj edhe Nisma. Mendojmë se ja kemi bërë qytetarëve të vendit se ne ua kemi kërku votën për ndryshim, pra mendoj se duhet të qëndrojmë bashkë, e të japim vendit ndryshimin e pritur. Dihet që votuesit e Kosovës, pra nuk i dhanë besimin e plot ose si përpara Kurtit. Ai ka dhe deputet ma pak, duhet ta lexojmë këtë porosi të votuesve të gjithë. Ka thonë ndryshe, çdo veprim tjetër është i dëmshëm për Kosovën. Pra kushdo që mbështet vazhdimin e Kurtit, qeverisë Kurti, është i dëmshëm për Kosovën, është i dëmshëm për proceset që të ndodhemi. Një pjesë e njerëzve në Kosovë po jetojnë të mbyllur dhe nuk po i përcjellin proceset që të ndodhin nëpër botë. Mjafton qytetarët e Kosovës veç me rikthy vëmendjen te vizita e djalit të Trump me Vučićin edhe te biseda që ndodhi. Pra ne jemi të humbë terren me shpejtësi të madhe, që është rrezik për të ardhmen tonë, edhe këta falë Kurtit. Kurtit edhe unë e quaj mashtruesit, është një marrë e madhe, e një dëm i madh për vendin kushdo që mbështet qeverisën Kurtit. Kurti e din që nuk ka takim me ne, nuk na ka ftu, nuk i shkojmë. Ajo dihet, jo, s'do ta bën, nuk e ka shumicën. Mas pari shqiptare, shifni tani ai si tenton me listën çeve, po tenton me e bë qeverinë, edhe po thotë se Vučić po e pengon me e bë ai qeverinë. Si ka mundësi Vučić me pengu bërin e qeverisë Kosovës, pra se ai po mvarka në listën serbe ose në deputetët serb, partitë shqiptare të opozitës, ashtu si e shef demokracia, kërkojnë ndryshimin. Edhe kanë marrë ma shumë deputet se sa ai që është në pushtet.